Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, në fund të janarit 2025 ndam 500.000 euro për ndihma humanitare për popullin palestinez në Gaza. Sot ndërkaq në rendite kemi propozim vendimin nga Ministria e Mbrojtjes për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë të Kosovës në mision në Gaza si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese. Vitin e kaluar, Ministri Eyüp Macedonci dhe komandanti i ushtrisë sonë, General-Lejtnant Bashkim Jashari, kërkuan lejen për pjesëmarrje në një konferencë në Doha të Katarit, lidhur me Forcën Ndërkombëtare Stabilizuese, që, sikurse e thotë edhe vetë emërtimi, ka për qëllim stabilizimin e mjedisit të sigurisë në Gaza. Forca jone e sigurisë ka krijuar reputacion ndërkombëtar sa i përket aftësive të kërkim shpëtimit, deminimit dhe jo vetëm. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë në forcën stabilizuese ndërkombëtare dhe të ndihmojmë popullin e Gazës, edhe për shkak se vetë kemi qenë dhe jemi përfitues të forcave ndërkombëtare që nga viti 1999. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, triumfi në Bratislav në kuadër të play-offit për kampionatin botëror 2026, ku Slovakia u njoh me futbollistët e rangut botëror nga Kosova, përbën një moment dhe sukses historik për vendin tonë. Në fund të nëntorit, i ndam 250.000 euro me rastin e sigurimit të play-offit, e po atë ditë u zotuam se do të ndajmë 500.000 euro të tjera në rast të fitores ndaj Slovakisë. Ky zotim do të jetësohet sot, por dua që kjo të mos mbaroj këtu. Uroj fort që djemt tonë shembullor, të cilët pata kënaqësinë të takojmë mbrëm, të fitojnë finalen e madhe të play-offit dhe të shkruajnë emrin e tyre në historinë e futbollit të Kosovës si të parët të cilët e jetësojnë ëndrrën e botërorit. Kualifikimin e Kupën e Botës do ta kuptojmë sonte shënimin e 10 vjetorit të pranimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA. Një fitore nesër, po ashtu do të përbënte një arsye për të mbledhur sërish ne këtu. Në rast kualifikimin e Kupën e Botës, do të ndajmë edhe 1 milion euro të tjera për përfaqësuesin tonë në futboll. E ngjajshëm, sikurse ishim zotuar vitin e kaluar për shpërblimet në rast fitores ndaj Slovakisë e në rast kualifikimi, po zotohemi sot se nëse shkojmë tutje dhe kualifikohemi, do të ketë shpërblime që nuk ma merr mendja.